Qa ku duhe shtypur? Atëherë kur i doli Zot mbretërisë miqësore, atë kop në Hungari. Atëherë pikërisht në atë luftë, kur popujt s'kishin marrë ende zemër, ai mund të zhdukej të mos i ndiej emri, pa derdhur gjak, pothuajse askush nga të vetët. Kështu do të ishte nevoja të dërgoj Asali Pasha që u sheu i pari guximin e shprenuar. Dhe ja la që në fillim patin e bart në dorë, as të tjerët që pjesërisht i kapi, pjesërisht i vrau, dhe me këtë mënyrë e rriti aq tepër fuqinë e tij dhe besimin në zemrat e popullit që kishte në bindje, saqë ai, po të mos i kishte provuar mirë vetë me të keqen që e gjet. Zorti besonte këto gjëra, po t'ia rrëfenin të tjerët një turp dhe një coptim kaq të madh të mbretërisë. Hym thoshte në Epir dhe zumbën këtu, me më se 150.000 luftëtar. Tani, po patët kohë mblidhini të gjithë, numëroni kokë për kokë, dhe do të shikoni se sa kemi humbur nga ç'kishim në fillim. Vendi s'na i nxinte njerëzit. Tani, sa çadra kanë mbetur zbardhur, sa kuaj enden pa Zot, dhe sa forca më të pakta do të ktheni ju në Adrianopol. Ju, sepse shpirtin tim ja kam taksur fatije këto koste periode. Por përse janë gjisni vetes si me pengesat dhe mjerimin e fatit. Me të vërtet, para e këtyre të këqijeve, qiti së pari kryen e Epir, sepse kur Hungaria ishte në flak, kur në mes të asaj stuje të luftës, diste kundër nesh. Armët e Evgjenit edhe krerëve të tjerë të krishterë, kur luftoi jo për Epirin, por për zotrimin e gjithë mbretërisë. Siç e tregojnë për këto përpjekjet e stërmundishme të Vranës dhe të Baziles. Kështu ky armik siç e shikoni, u rit, kur as koha, as forca, u na mjaftonin për gjithë ato punë, por me sërç mënyrë apo me çmjeshtëri, ju duhet të luftoni këtë tutje me të. Për këtë mos i prisni këshillat nga unë, që kam qenë një gjykatës aq i keq, edhe për veten time në çdo gjë. Kur s'më ka ngënjur më tepër fati në mendimet e mi. Ti Mehmet, ke përdor qenë ndoshta një luftëtar më me fat kundër ti, dhe në vend sa e sa nderimeve që pata unë, Perëndit e kanë ruajtur mbase për ty triumfin e Epirit. Dhe kështu, do ta marrësh nga unë o bir, këtë skeptër dhe shenjat e tjera të mbretërimit, dhe në mes tyre, sidomos këtë armik, do të mos e lënë të pashpaguar vdekjen time. Ja trashëgimi më i madh dhe më i nderuar që do të kesh nga unë. Ja kurbani i vetëm që ta kërkoj me lutje duart e mia prej plakut. Pas këtyre fjalëve, ai e kyçigoi tëra të gjysmë dite, po thuaj mbeti duke hequr në agonin. Pastaj, një errësirje ja veshi sytë, dhe jedha atë shpirt aq të ulur nga të krishterë.